Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hudhra ju shpëton jetën, ja si ta përdorni për të ulur tensionin e lartë në gjak. Hudhra është padyshim fuqi plot për sa i përket vlerave shëndetësore, por për personat të cilët të vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut ndahen në dy lloje. Në atë të hipertensionit që ka të bëjë me presionin e lartë në gjak dhe tensionin e ulët i cili ka të bëjë me nivelin e ulët të presionit në gjak. Ne këtu do t'ju sjellim një informacion me vlerë në lidhje me ndikimin e hudhrës në të dyja këto raste. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë se kur hudhra është mjaft e mirë për të konsumuar dhe kur ajo është efektive. Hudhra për tensionin e lartë të gjakut. Përdorimi i hudhrës në trajtimin e tensionit të lartë të gjakut është një nga recetat më të mira dhe të lashta popullore. Kur trupi juaj rrit prodhimin e një enzime e cila quhet angiotensin, e cila ndikon menjëherë në rritjen e presionit të gjakut, zemra juaj pompon gjakun më fort nëpër arteriet e trupit. Gjithashtu, sipas informacioneve, çka jo vetëm mund të dëmtojë arteriet e trupit, por mund të krijojë gjithashtu depozita mjaft të rrezikshme të kolesterolit të dëmshëm. Lënia pasdore e këtij problemi mund të sjellë sulme në zemër, goditje, por edhe probleme të tjera kardiovaskulare. Por cila është sasia e duhur që ju duhet të përdorni për të ulur tensionin e lartë të gjakut? Pavarësisht se hudhra është jashtëzakonisht shumë efektive për uljen e tensionit të lartë, sasia e konsumit të saj nuk duhet tepruar, sepse mund të çojë në uljen e tensionit duke krijuar kështu sërish probleme shëndetësore. Sasia e rekomanduar nga ekspertët është 1 deri në 1,5 gram hudhra në ditë dhe gjithashtu duhet të dini se sipas rekomandimeve, hudhra gjithmonë duhet përtypur e freskët dhe duhet të jetë e pagatuar. Përtypja e hudhrës së freskët do të çlirojë në maksimum alicinën, e cila gjithashtu do të ndikojë edhe në uljen e presionit të gjakut. Ne ju bëjmë të ditur se efektet e plota të saj në organizëm do të ndihen pas 1 ore kur niveli i gjakut do të stabilizohet. Nëse konsumi i hudhrës gjithashtu shkakton siklet për shkak të aromës, për të eliminuar erën e keqe të gojës nga hudhra, ju me patjetër duhet të pini 1 gotë qumësht. Hudhra për tensionin e ulët të gjakut. Kur bëhet fjalë për persona të cilët vuajnë nga presioni i ulët në gjak, hudhra mund të shndërrohet në armikun më kryesor të shëndetit në vetëm pak minuta. Siç bëhet e ditur nga informacionet, konsumi i hudhrës është kategorikisht i ndaluar për persona të cilët vuajnë nga presioni i ulët i gjakut. Nëse keni një sistem të dobët imunitar dhe jeni të prirur ndaj ftohjes, yndyrave të larta dhe njëkohësisht gjakut dhe presionit të lartë të gjakut, një thelpi hudhër çdo mëngjes mund të ndihmojë shumë në përmirësimin e shëndetit tuaj. Hudhra është një barishte e fuqishme e cila është vërtetuar se ka një sër përfitime shëndetësore, por shpesh, sipas ekspertëve, nuk jemi të sigurt se si ta shtojmë atë në dietën tonë për të përfituar sa më shumë nga përdorimi i saj. Këtu ne do t'ju tregojmë një pasqyrë të përfitimeve që një thelpi hudhër mund t'i jap trupit tuaj nëse ju e konsumoni atë çdo ditë në mënyrën e duhur, në mëngjes me stomakun bosh. Hudhra i përket familjes Allium, pra një perime bulboze e cila përdoret në të gjithë botën si një shtesë ushqimore për t'i dhënë shije. Është ndoshta suplementi më i përdorur në botë. Çfarë ndodh kur e nis ditën me hudhër? Hudhra ka një shije të mprehtë dhe mund të jetë një detyrë e vështirë për ta ngrënë atë në mëngjes.
Megjithatë, duke parë përfitimet të cilat mund të vinë prej saj, nuk është keq të përpiqeni dhe ta vini në praktik këtë zakon. Është shumë e dobishme, veçanërisht në qoftë se ajo konsumohet me stomakun bosh. Për ata me imunitet të dobët, forcon rezistencën e trupit ndaj viruseve të cilat shkaktojnë ftohje dhe koll. Ngrënia e saj me stomakun bosh mund të mbështesë shëndetjen e zorrëve dhe të lehtësojë dhimbjet e stomakut dhe problemet e kapsullokut. Në përgjithësi kontribon edhe në rezistencën më të madhe të organizmit. Këto janë përfitimet më kryesore të hudrës në organizmin ton. Hudra është plot me veti antioksiduese, kështu që ajo ndihmon në trajtimin e inflamacionit në trup. Hudra gjithashtu përmban antioksidant natyral të cilët ndihmojnë kundër oksidimit të qelizave, redukton peroksidet e lipideve dhe oksidimin e lipoproteinave me densitet të ulët, ose ka një efekt pozitiv në nivelin e kolesterolit të keq në trup. Kjo është arsyeja pse persona të cilët vuajnë nga infeksionet e fytit, ftohtit dhe sëmundjeve të tjera të shkaktuara nga inflamacionet në trup, u rekomandohet pikërisht përdorimi i hudrës. Ndihmon në luftimin e kolesterolit të lartë. Nëse ju vuani nga kolesteroli i lartë, hudra është një zgjidhje e mirë. Shtoheni çdo ditë në dietën tuaj dhe rezultatet do të jenë shumë të mira. Gjerësisht është vërtetuar se vetitë e saj mund të zvogëlojnë kolesterolin total dhe kolesterolin e keq. Ndihmon edhe në kontrollin e presionit të lartë të gjakut. Hudra, një tjetër përfitim i shtimit të saj në dietë është se ajo mund të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut dhe mbajtjen e tij nën kontroll. Në një studim, ekstrakti i hudrës u tregua po aq efektiv sa ilaçet të cilat përdoreshin për të njëjtin qëllim. Ndihmon gjithashtu në parandalimin e ftohjes, kollës dhe dhimbjeve të fytit. Hudra është një ilaç i shkëlqyer për sa i përket ftohjes dhe kollës. Dihet se forcon funksionet e sistemit imunitar, i cili përmirëson luftën kundër komplikimeve të cilat janë të shkaktuara nga ftohja. Hudra është përdorur gjithashtu prej shekuj si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Kjo barishte i bën mirë zemrës pasi ajo ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Gjithashtu, hudra pakson rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në funksionimin e enëve të gjakut. Qelizat e dëmshme, përbërës të shumë siç janë për shembull alicina, ajoena, trisulfidet, gjithashtu mund t'ju mbrojnë ju nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat. Alicina pengon rritjen e qelizave të këqija, ndërsa dy përbërësit e tjerë nga ana tjetër shkatërrojnë ato të formuarat dhe të zhvilluarat në organizëm. Përveç kësaj, hudra ndihmon edhe në detoksifikimin e qelizave dhe gjithashtu shërben si një antioksidant kundër infeksioneve. Hudra është përdorur prej shekuj si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Sipas të dhënave, alicina e gjendur pikërisht tek kjo bimë është përbërësi më kryesor që e ndihmon trupin tuaj të largojë të gjitha bakteret nga trupi juaj. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.